Nga 10 hotspot e inertesh që u evidentuan në njësinë administrative rrethina të Shkodrës disa muaj më parë, sot janë vetëm 2 të tilla. Pastrimi i tyre kryhet në mënyrë periodike, thot administratori Gerald Hasaj. Para disa kohësh ka pas mbi 10 hotspote. Sot aktualisht kemi vetëm 2, që janë problematik tek vorret e dëshmorëve dhe një pjesërisht fushë aviacionit. Me pastrimin po procedohet edhe firma kontaktuese ka qenë serioze dhe është shumë jemi edhe komuniteti edhe ne shumë të kënaqur. Në Aksin Nacional shërbimi i pastrimit është i përditshëm, ndërsa në fshatra bëhet 3 deri në 4 herë në javë. Itinerari i pastrimit rruga nacionale dhe disa fshatra shkruhet çdo ditë. Disa fshatra tjera një ditë po një ditë jo. Kemi 2 të ndarë në 2 pjesë. Fshati Bardhaj dhe Hot janë nga njëra anë, paguhet kryet 3 herë në javë, kurse fshatrat Golem, Dobraç, Shtajëri, Shtajvjetër kryet një ditë po një ditë javë. 2 pikat më problematike sa i takon hedhjes së inerteve mbeten varrezat e dëshmorëve dhe zonat e kish fusha aviacionit, zonat që janë pak të populluara dhe duket se favorizojnë edhe veprime të paligjshme për individ apo subjekte të caktuara, ndonse disa herë institucionet kanë lajmëruar se do të ketë penalitete për çdo kënd që hedh mbetje në vende jo të lejuara.